Për të disatën herë, kryeministri Sali Berisha ka ftuar opozitën të bashkëpunojë për reformat integruese. Këtë deklaratë shefi i qeverisë e bëri gjatë seancës plenare në parlament, e cila u shoqërua me debate të ashpra mes palëve. Duke i ftuar që të dalin nga vetizolimi, Berisha i kërkoi socialistëve të votojnë ligjin për gjykatën administrative dhe reformën zgjedhore. Urdhëroni të votoj gjykatën administrative, urdhëroni të votoj reformën zgjedhore. Qeveria është e hapur për bashkëpunim me ju. Kur refuzoni votimin e gjykatës administrative, refuzoni votimin e ligjit për konfiskimin e aseteve të krimit, kur nxjini me çdo kusht pasaportat biometrike dhe pastaj mbulni social-demokratë europian, po ju vetë duhet të jeni social-demokrat. Kohrat janë historike, jo të shpifjeve dhe trillimeve, jo të një kupole mafiozësh. Edhe Castroja do të kishte lakmi me qëndrimet tuaja që mbajtët. Si mund të mburi ju me socialistët europian kur ju refuzoni të votoni çdo praktikë që nevojitet për heqjen e vizave? A mund të më thoni ju mua këtu, çfarë lidhje, çfarë ngjashmërie keni ju me ta? Absolutisht atë ngjashmëri që ka patur Vili Brandi me Brezhnevin. Në emër të socialistëve, Gramoz Ruçi deklaroi votën e opozitës për reformat vetëm në rast se më parë bëhet transparenca e zgjedhjeve të 28 qershorit. Kusht ky i pa negociueshëm tashmë për Selinë Roz. Reforma zgjedhore do bëhet vetëm nëse se do të viret pika mbi. E pra bëni transparencë. Zbatoni rezolutën e Parlamentit Evropian me që përgjërohesh për të. Pushteti juaj i ka zënë frymën institucioneve të pavarura kushtetuese. Po më poshtë e vërtet. Nuk duam t'ua japëm se s'kemi besim. Duke u kërkuar socialistëve që të dalin nga praktika nihiliste, kryeministri Berisha i kujtoi opozitës ligjet e pavotuara nga ajo, që i shërbenin si kundërtha procesit për heqjen e vizave me Shqipërinë. Një vit me radhë, ju nuk dënjuat t'i votoni, sikur këto t'ishin reforma që bëshin për Sali Berishën. Ligji konfiskimit pasurisë së bandave kriminale ishte kusht për vizat. Ligji për antidiskriminimit ishte një kusht për vizat. Ligji për amendimin e kontratës dhe hapjen e zyrave për të dhënë emigrantëve shqiptar ishte kusht për vizat. Ju në vend se dëgjoni interesat, ju kap për mëngë lepurushi o zotëri. Gënjën, zoti kryeminist. Opozita shqiptare vërtet ka një vit që s'merr pjesë në votime. Por ti duhet kujtosh mirë dhe të mos mohosh që opozita shqiptare ka votuar vetëm një herë në këtë sallë. Dhe ajo është rezoluta për liberalizimin e vizave. Lideri i opozitës ka bërë letër të gjithë përfaqësuesve të institucioneve të Parlamentit Evropian që të ndahet kriza politike nga liberalizimi i vizave. Për kryeministrin Berisha, kjo praktikë vetmohuese vjen për shkak të drejtimit të Selisë Roz nga kreu i saj Edi Rama, pasi sipas tij, ai kërkon të nxjisë çdo progres të vendit. Praktikë që për shefin e qeverisë nuk zinte vend në Partinë Socialiste, kur ajo drejtohej nga lideri i saj historik Fatos Nano. Riktheuni tek ato kontribute që keni. Te kryetari juaj më parshëm bëri të gjitha kompromiset e nevojshme në interes të vendit. Debatet mes palëve kanë vijuar më tej edhe në lidhje me akuzat e ndërsjellta për korrupsion, të artikuluara shpesh gjatë këtyre javëve.